Ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kristaq Kume gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora thotë se zgjedhjet ende nuk janë mbyllur dhe se faza aktuale ankimimeve është më e rëndësishmja. Jo, zgjedhjet nuk janë mbyllur, zgjedhjet vazhdojnë sepse edhe bile tash janë në një fazë shumë të rëndësishme për mua që është faza e ankimimit, e shqyrtimit dhe vendimeve për ankesat që do të bëhen. Zgjedhjet përfundojnë kur certifikohen me vendim përfundimtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nga Celibashi. Ishte një proces zgjedhor i cili nëse apo që se keni ndjekur edhe vlerësimin e ndërkombëtarëve, nuk se ka ndryshime thelbësore për atë se si u zhvillua në kuptimin e mundësisë të realizimit të standardeve për të vlerësuar si zgjedhje demokratike nga ato të tjerët. Kume e thekson se produkti që solli ky proces zgjedhor ishte shumë ndryshe nga të tjerët. Eksperti i njohur i çështjeve dhe proceseve zgjedhore thotë se ngarkesat dhe përgjegjësitë janë shumë të mëdha për Partinë Socialiste që fitoi këto zgjedhje. Kume pret që pas këtyre zgjedhjeve të arrihet plotësimi i objektivit që është antarësimi në Bashkimin Evropian. Ish kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mendon se ka ardhur koha që kjo mazhorancë të bëjë ndryshime kushtetuese që t'i përgjigjen ngrehinës ligjore që do ta bëjë Shqipërinë efektive në Bashkimin Evropian. Natyrisht, produkti që solli ky proces zgjedhor është, do të thosha unë, esencialisht ndryshe nga ato të tjerët, sepse pavarësisht se zgjedhjet zhvillohen sipas sistemit proporcional, i cili në thelbin e tij nuk krijon mundësi për mazhoranca të fuqishme, qytetarët vlerësuan se me ç'duket është më mirë në atë çka ata synojnë dhe duan që të realizohet, duke mbështetur në këtë mënyrë një forcë politike. Ngarkesa shumë e madhe për këtë forcë politike, përgjegjësitë janë shumë të mëdha, por duke patur parasysh mënyrën se si neve konsumojmë politikë, pra partitë tek ne, se si e konsumojmë politikën, si e bëjnë, ndofta mund të jetë ndër lëvizjet dhe vendimet e zgjuara të këtij votuesi. Duke patur parasysh këtë rezultat që kemi sot. Presim që pas kësaj, ose do donim që pas kësaj të mund të arrihet që ne të gjithë së bashku të plotësojmë objektivin që kemi më të rëndësishmin sot, që është antarësimi në vendet e BE-s. Nuk është proces i thjeshtë, dhe unë do thosha se, dhe do të këshilloja, nëse do të më dëgjoni, që e para dhe shumë e rëndësishme për të bërë, duhet të jetë angazhimi i kësaj mazhorance dhe së bashku me të i të gjithë klasës politike për përgatitjen sa më të mirë të mundshme të qenurit nesër antari i Bashkimit Evropian, përgatitje e cila fillon, për mendimin tim, nga ajo çka duhet të bëjmë në legjislacionin ton, në mënyrën se si neve e vetë administrojmë demokracinë, që do të thotë, unë do të ftoja mazhorancën sotme që ta filloj punën me njëherë me organizimin dhe realizimin e ndryshimeve duke filluar nga kushtetuta dhe kështu me radhë për të patur nesër një ngrehinë ligjore që do ta bëj të mundshme dhe realisht efektive Shqipërinë si antare e vendeve të Evropës. Për sa i përket pretendimeve të Partisë Demokratike për mosnjohje të zgjedhjeve apo edhe përsëritje të tyre, Kume thotë se duhen prova dhe më pas të vlerësohen nëse qëndrojnë ose jo. Ka dy qëndrime që mbahen gjithmonë ndaj një procesi zgjedhor. Njëri qëndrim i cili mbështetet gjithmonë në vërejtimet, në vëzhgimet, në opinionet, në perceptimet, dhe që është në thelb puna që bëjnë vëzhguesit. Vëzhguesit qoftin këta vendor, jo politik ose vëzhguesit ndërkombëtar. Dhe që produkti tyre, kjo punë, ka deklarimet për dhe si procesi zgjedhor arrin që të zhvillohet në përputhje me kërkesat dhe standardet për zgjedhje demokratike. Dhe qëndrimi i dytë është produkti ndaj produktit të procesit zgjedhor, i cili duhet që të realizohet dhe të pranohet si tillë, në qoftë se
në qoftë se zhvillohen zgjedhjet në përputhje me kërkesat e ligjit, ashtu siç parashikohet në kodin zgjedhor, por jo vetëm. E kjo e dyta, natyrisht, është pjesë që neve e kemi të përfshirë në legjislacionin tonë, si thash, që është faza e ankimimeve dhe shqyrtimit të tyre. Është për të qenë pjesë aktive dhe efektive në këtë fazë të procesit zgjedhor, ai që ka interes në këtë rast është opozita, duhet që të paraqesi provat, të cilat pas saj do të jenë ato që mbi bazën e gjykimit dhe vlerësimit të tyre institucionet përkatëse dhe institucionet përkatëse është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të vlerësojnë nëse qëndrojnë apo jo dhe përpasojnë nëse procesi zgjedhor do të pranohet apo nuk do të pranohet në të tërën e tij ose në pjesë të veçanta të tij, pra në njësi të saktuara zgjedhore. Pra nuk ka kuptim të flasësh sot për certifikim për sa kohë që procesi nuk ka përfunduar. Të njohësh apo të mos njohësh zgjedhjet. Nga njëra anë mund të përdorësh deklaratat politike të cilat janë të mirë kuptueshme për mua, nuk është se po bëhet sakrilegj, dhe nga ana tjetër ta pranosh apo mos ta pranosh rezultatin e procesit, kjo është tjetër që nuk është më në dorën tënde. Sepse këtë e vendos institucioni dhe institucioni vjet dakord në veprim nëse e vendosin ju, pra ai që nuk e pranon rezultatin e zgjedhjeve, nëpërmjet provave që duhet të paraqesin të.